U rikthyem sërish në studio, kësaj radhe ku e kemi gjithmonë pjesën e dytë me të ftuarit tanë. Sot do të flasim për një temë shumë rëndësi për mira qytetar që ka të bëjë me bujqësinë dhe zhvillimin rural. Do flasim për sfidat e fermerave, programet e IPART, masat për të rinj, transparencën në ndarjen e fondeve dhe gjithçka që ka të bëjë me të ardhmen e bujqësisë në vendin tonë. Dhe sot me mua në studio kemi zëvendës drejtorin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, zotrin Mevlan Morina. Përshëndetje zotrin Mevlan, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Përshëndetje, mirë mëngjes. Faleminderit për ftesën. Ju faleminderit shumë edhe ju të gjetët kohë për qenë sonte sot me ne. Atëherë mund na shpjegoni se cili është roli dhe misioni i agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural. Po, kryesisht agjencioni zbaton masat vjetore të programit vjetor për zhvillim rural, zbatojmë programin vjetor për pagesat direkte në bujqësi të njohura në opinion si subvencionet, si dhe ashtu implementimin e masave IPART, instrumentin e Komisionit Evropian që është për ndihmës të bujqësisë dhe zhvillimit rural. Atëherë, zotëri Mevlan, cilat janë sfidat më të shpeshta me të cilat përballet agjencioni për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, gjithashtu cilat janë edhe ato që përjetojnë fermerët dhe qytetarët që kërkojnë mbështetje? Po, vetë natyra e tërpunës së agjencionit është sfiduese duke marrë parasysh se punojmë me një punë të spektrit të gjerë, kemi aplikime të shumë numërta, kërkesa për subvencione të shumë numërta dhe gjithë kjo duhet të arrihet të përpunohet në kohë, në fond precisë dhe ashtu që vetë natyra e punës është sfiduese, duke bazuar edhe gjithmonë në nevojën dhe kërkesën për numrit të punësuarve, për kualitetin e të punësuarve, duke mbajtur motivin e të punësuarve për të kryer gjithat punë që e kemi. Dhe gjithë kjo është paraqet një sfidë generale në veti, mirë po mendoj që e arrim gjitha të rezultat në fund me gjitha të resurset cilat i kemi. Ju në fillim të bisedës i cekët edhe programet IPART që janë një burim i rëndësishëm i finansimit. Si po ecën implementimi i këtij programi dhe a ka interes të mjaftueshëm nga qytetarët për të përfituar nga ato? Po, implementimi i programit IPART shkon nëpërmjet thirrjeve publike të cilave ne i shpallim. Tani kemi të akredituara 3 masa dhe ato zbatohen nëpërmjet thirrjeve publike. Momentalisht jemi në përpunim të sipër të gjitha thirrjeve publike të cilat i kemi hapur në periudhën e kaluar. Momentalisht nuk kemi ndonjë thirrje publike, sepse për të hapur një thirrje publike duhet mbarohet paraprakja. Momentalisht janë në përpunim të sipër, përpunimi shkon me ritëm i pritur, gjithçka shkon në rregull. Kërkesa për IPART-in është gjithmonë më e lartë. Çdo thirrje publike mbledhen kërkesa, domethënë gjithmonë mbi fondin të cilat ne e kemi për një thirrje publike të caktuar, ashtu që mendoj se shkon gjithçka në rregull momentalisht. Ju e cekët që janë kërkesat më të mëdha për të marrë fondet nga programi IPART. Cilat janë ato kërkesa që duhet i përmbushin qytetarët apo fermerët, të themi? Po, çdo thirrje publike për çdo masë të cilën ne implementojmë e ka natyrën e vet dhe çdo thirrje, para çdo thirrje kemi një periudhë të parathirrjes, një muaj parathirrjes publike, të cilat zgjaten 45 ditë dhe në ato sipas natyrës së thirrjes, sipas drejtimit të thirrjes, caktohen kushtet të cilat një fermer duhet i plotëson. Varësisht për çka aplikon. Nëse është në masën 1 dhe aplikon për një shtallë, për blegtori, për atë shtallë shembull ta marrim një shembull, duhet të ketë leje ndërtimi për atë shtallë. Më pas duhet të jetë regjistruar si bujk dhe sër dokumentash të cilat janë dokumentet e obligueshme të cilat një fermer duhet i mbledh, të cilat potencohen në thirrje dhe duhet i dorëzon tek agjencioni. Mënyra për të aplikuar nuk është aq e thjeshtë, është pak e ndërlikuar, mirë po ata të cilët merren direkt me këtë punë, fermerët, agrobiznesmenët apo edhe biznesmenët, janë të udhëzuar dhe mendoj se çdo thirrje si shkon koha janë sa më të përgatitur.
Ju e cekët që janë të komplikuara, sa do pak këto procedurat për të aplikuar për fonde, apo ndërmerë ndonjëha për t'i thjeshtuar këtë pjesën e aplikimi, këtë procedurë për t'i bërë më të aksesueshme? Ne gjithmonë punojmë në atë drejtim që t'i thjeshtojmë metodologjinë e aplikimit, mirë po prapse prap duke u lidhur në legislativën shtetërore si dhe atë evropiane. Ka ligjet të cilat duhet të përmbushen si, mirë po ka dhe ndihmes për mbledhjen e aplikimeve, për shembull është Agjencioni për Nxitje të Zhvillimit të Bujqësisë, është një agjencion shtetëror i cili është i disperzuar me zyre thuajse në gjitha qytetet më të mëdha të shtetit, të cilat ofrojnë ndihmes për mbledhjen e dokumenteve, ndihmes falas faktikisht, më pas janë zhvilluar edhe kompani private të cilat e kanë gestion pikërisht këtë punë, mbledhjen e dokumentacionit për aplikim në IPART dhe shumë shpesh shkojnë me kontrata, domethënë profesionale me ato kompani të cilat i përgatitin për aplikacionet për investime. Është një drejtim që shkon në zhvillim gjithmonë dhe mendoj se ka kakje të duhur. Aktualisht është e shpallur thirrja për masën 112 ndihmë për bujqit e rinj për nisjen e veprimtarisë bujqësore. Mund të na sqaroni se për çfarë bëhet fjalë konkretisht dhe si mund të përfitojnë të rinjt të themi nga kjo masë? Po, masa 112 është masë nga skema nacionale për zhvillim rural. Është masa e parë në këtë drejtim që e shpallim si vjet. Masa e dytë, falni, 02-2025. Është grant deri në 600.000 denar të fonde të pakthyeshme për fillimin e një veprimtarie bujqësore. Kjo nënkupton aplikuesi duhet të jetë prej moshës 18 deri në 40 vjet, faktikisht deri në datën e aplikimit mos të ketë të mbushur 40 vjet, të jetë i regjistruar në regjistrin e fermave jo më vonë se 18 muaj, faktikisht të jetë relativisht një bujk i ri që ka nisë në veprimtarinë bujqësore, dhe varësisht a është i regjistruar si veprimtari primare apo sekondare, dhe varësisht pjesaj të cilët don të aplikon, i kemi tabel me të cilën duhet të aplikon, dhe gjitha këto kushte duhet t'i plotësoj për të arrit këtë grant. Granti, siç e përmenda, është 600.000 denar të pakthyeshme, mirë po në asete bujqësore. Do me thonë, ne si agjencion finansojmë apo kofinansojmë varësisht për masës investime në asete. Aplikohet me oferta nga kompanitë të cilat ofrojnë atë lloj mehanizim. Gjithçka kjo duhet të pranohet gjatë procesit, të realizohet si blerje dhe aseteve dhe më pas fondet ato para refundohen. Mund të na thoni se cilët janë sektorët më të interesuar që kërkojnë mbështetje, të themi blegtoria, bujqësia, pemtaria apo të tjera? Keni ndonjë statistik apo vlerësim të themi për këtë pjesë? Ku është interesimi më shumë? Po mund ta shohim nga këndi që sipas thirrjeve publike ne sipas masave të cilat i dajmë në IPART, kemi masën 1 e cila është asete elementare për zhvillimin e bujqësisë. Pastaj kemi masën 3 për përpunimin e produkteve bujqësore dhe të peshkatarisë dhe marketingun e tyre, dhe kemi masën 7 ku shpallim thirrje për diversifikimin e fermave dhe zhvillimin e bizneseve. Të gjitha këto masat të cilat kapin sektore të ndryshme të bujqësisë, të agrobiznesit apo edhe të biznesit, thirrjet publike i shpallim me fond të caktuar, por nalt poshtë janë fonde të planifikuara paraprakisht janë me lartësi të njëjtë nalt poshtë, dhe siç e ceka më parë, aplikimet janë numër i shumët, gjithmonë mbi atë fond që ne e kemi, ashtu që mund të të gjitha sferat të cilat ne bëjmë ndihmes, janë barabartë, kanë interes të barabartë në zhvillim, ashtu që. Sa është përqindja aplikimeve të suksesshme në thirrjet e hapura dhe pse disa projekte të themi nuk arrin të përfitojnë, cilët janë gabimet më të zakonshme që bëhen gjatë aplikimit? Po, duke nisur nga programi IPART 1, duke shikuar realizimin e IPART 1 që ka qenë relativisht e dobët ajo periudhë 7 vjeçare,
Në programin IPART 2, 2014-2021, ne ishim rekorder në shfrytëzimin e fondeve. Do të thotë përqindja u arrit thuajse 95% të shfrytëzimit të fondeve. Dhe duke parë zhvillimin e curinë e kërkesave dhe aplikimeve në IPART 3, prapë them se suksesshmëria është shumë e lartë e aplikimeve. Fatkeqësisht nuk kemi aq fonde sa që është kërkesa, mirë po normal gabime bëhen gjatë aplikimeve, ka natyrë shumë të ndryshme. Cilët janë ato më të shpeshta, të themi? Më të shpeshta mund të themi që kërkesat për të cilën aplikojnë nuk janë të dedikuara saktësisht për thirrjen e caktuar. Më pas duhet forma aplikimit arrihet me 3 oferta nga furnitorë të ndryshëm. Ato zakonisht duhet të jenë makineri të cilat do të jenë ngjashme me njëra me tjetrën. Ndodh shpesh që ky moment mos të ruhet dhe makineri të jetë të ndryshme dhe ne do duhet t'i refuzojmë. Ka pastaj mund t'i përmendim akte gjyqësore të cilat duhet të dorëzohen sepse që aplikuesi nuk është i dënuar. Shpesh ndodh mos ta dorëzojnë këtë dokument ose ta dorëzojnë nga institucion jo relevant. Ndoshta për një mungesë të dokumenti mund të themi refuzohen? Po, do me thonë në IPART këto fazën e parë ku kontrollojmë ne a është një land komplet apo jo, në momentin e parë që mungon çfarë do dokumenti pi dokumenteve kryesore të cilat duhet të dorëzohen, automatikisht landa refuzohet. Do me thonë nuk ka hapësirë për shtojtës të dokumentave. Ashtu që pi pranimit ton skenohen dhe kontrollohen dokumentacionet, që është edhe një formë e ruajtjes nga keqpërdorimet. Në moment që nuk është në fazën e parë komplet, landa refuzohet. Në rast se është komplete, vazhdon fazën e dytë. Pastaj shkojmë. Atëherë, a ka mekanizma të tjerë për të mbështetur fermerët e rinj, por edhe gratë që dëshirojnë të angazhohen në sektorin e bujqësisë? Po, ka masa për programës nacionale, të cilat i zbatojmë çdo vit. Është masa, siç e përmendëm, 1-2 paraprakisht për nisjen e veprimtarisë bujqësore të fermerëve të rinj. Kemi masa mund të përmendim grua rurale, është një masë nacionale e cila implementohet. Ka masa të cilat merren për blerjen e bagëtisë, edhe ato e kemi shpallur s'paku njerë në vit e kemi shpallur. Ka masa për blerjen e mehanizimit të bujqësisë, gjithsesi traktorëve, kemi masë konkrete për blerjen e traktorëve. Pastaj ka masë për blerjen e kombajnëve, varësisht për cilën duhet apo oriz apo për. Zotëri Bevlani, mund të na thoni sa është interesimi i grave në këtë pjesën për të aplikuar për fonde në bujqësi? Duke marrë parasysh se gjinia femrore, gratë, në çdo masë, në çdo aplikim të cilën ne implementojmë, ka përparësi në gjatë aplikimit, sepse çdo aplikacion të ne vlerësohet me pikë. Dhe me thonë, gjithçka vlerësohet sipas dokumentacionit që ne fitojmë, në asnjë moment nuk ka subjektivitet gjatë vlerësimit. Dhe në moment që aplikojnë gratë, gjinia femrore gjithmonë merr pikë në atë vlerësim, pikë më shumë, si dhe shuma e kofinansimit ndonjëherë është më e lartë për gjinin femrore, ashtu që kjo mendoj që e ka nxitur edhe aplikimin të numrit më të madh. Shumë. Zotëri Mevlani, si ndihmon agjencia në përgatitjen e të rinjve që nuk kanë përvojë në bujqësi, por duan të nisin një biznes, të themi bujqësor, apo të themi si t'i motivojmë të rinj që të qëndrojnë në vendet rurale, që mos largohen, por të ndërtojnë të themi aty të ardhmen, duke mos u larguar nga zonat rurale. Ne si agencion, si që përmenda, kemi për detyrë për t'i zbatuar programet e zhvillimit rural, si dhe i IPART-it, si dhe të ruajmë transparencën dhe informimin drejt e qytetarët për ato fonde, për ato programet të cilat ne i zbatojmë. Ashtu që gjatë informimit, për gjitha informatat normal
që ne jemi të hapur, kemi call center që mund të lajmërohen aplikantët, po ashtu edhe në web faqe i kemi të gjitha informatat rreth gjitha programeve vjetore apo aktuele. Dhe ne si agjencion realisht duhet qëndrojmë transparent dhe jemi të hapur për informatat. Si dhe gjatë thirrjeve publike për IPART ne kemi infoditë të cilat i zbatojmë së bashku me Ministrinë e Bujqësisë, ku vizitojmë komuna të caktuara, paraprakisht nuk më arrim për kohën që e kemi të vizitojmë krejt, për çdo thirrje publike ne shkojmë komuna, apelojmë deri te qytetarët ku mblidhen dhe parashtrojmë pyetje dhe interesin e tyre për thirrjet publike që i bëjmë. Por si agjencion, përveç këtë transparencë, këshillëdhënie nuk japim, nuk ofrojmë, siç e përmenda përpara është agjencioni për përkrahje të bujqësisë dhe zhvillimit të bujqësisë, ku është agjencion tjetër. Zotëri Mevlani, atëherë sa është transparente puna e agjencisë në shpërndarjen e subvencioneve? Ne, do të thonë, transparencën e mbajmë gjithmonë në nivel të lartë. Gjithmonë mundohemi gjitha dhanat të updatohen në kohë. Tani gjatë qasja deri te informatat, sigurisht në çdo thirrje nga kërkuesit mund të arrin informatat të asaj në rast se nuk i ka marrë apo ndonjë ankesë, gjitha janë të hapura nëpërmjet kërkesës tyre. Tani mundohemi që të mbajmë transparencën. A ekziston ndonjë mekanizëm i brendshëm të themi për të parandaluar edhe keqpërdorimet e subvencioneve të themi? Po, mekanizmet janë ndryshëm. Do me thonë, ne si agjencione kemi sektorin për kontroll në teren, i cili është e vërtet se nuk mund t'i arrim gjitha aplikuesit për subvencionet i kontrollojmë, po sipas metodologjisë të cilët e zbatojmë ne, 5% të aplikuesve ju bëhet kontrole rregull, po ashtu kemi edhe kontrole satelitore të parcelave, nga të cilat aplikojnë kërkuesit, aplikuesit. Metodën e kontrollit e kemi të zhvilluar, mundohemi ta zhvillojmë dhe ta rrisim stafin e kontrollit, si dhe kushtet e tyre. Më pas kemi edhe normal si institucion revizion të brendshëm, i cili revidon punën tonë. Po ashtu jemi në kontroll të vazhdueshëm nga revizioni shtetëror, kemi revizionin e jashtëm, i cili normali revidon punën tonë shkaku se në IPART shfrytëzojmë fonde evropiane, ashtu që mendoj që e kontrollojmë gjithë procesin tërkohësisht për të evituar ato keqpërdorime të cilat mund eventualisht të ndodhin. Mund të na thoni se subvencionet ndahen në mënyrë të barabartë dhe sa është kjo të themi dhe a janë të barabartë ndarjet e subvencioneve dhe a ka interes, më thonë, edhe nga shqiptarët në zonat rurale për të shfrytzuar të themi këto fonde? Subvencionimi apo gjithë programet të cilat ne i zbatojmë janë të barabarta në aspekt kush i plotson kushtet dhe kush arrin nuk ka ndarje, nuk ka diskriminim të ne në asnjë moment. Mund ta them kështu publikisht se nuk bëjmë ndarje. Është me rëndësi plotësimi i kushteve, është me rëndësi, është një problem që ne veçanërisht në zonën perëndimore kemi si problem, është fletpronësia faktikisht. Prona mbi tokat bujqësore, të cilat janë të trashëguara gjithmonë, janë pronësi, po ju mungon fletpronësia dhe në atë moment mund të ketë ngecje të marrjes së ndihmës së shtetit, shkaku i elementit bazë, domethënë, fletpronësisë. Ju më herët e cekët se zakonisht vizitoni komunat e ndryshme për të parë thjesht punën apo në ato, besoj në ato zonat rurale. Mund të na thoni se si është bashkëpunimi me komunat, agjencion, komunë, dhe a luan rol, do më thonë, edhe ajo në përkrahjen e fermerëve apo në informimin e tyre për thirrje të paraprake? Po për thirrjet paraprake, si që përmenda, kemi si detyrë, komunikojmë me zakonisht i shfrytëzojmë hapësirat e komunave, komuna i bën ato thirrjet publike ku mund të afrohen fermerët dhe ne të ndihmojmë. Po ashtu, si që përmenda atë agjencionin për mbështetje për zhvillim të bujqësisë
dhe si dhe Ministria e Bujqësisë po ashtu kanë zyre të disperzuara dhe gjitha këto informata bujqët shpesh arrin duke i marrë edhe nga ato. Lidhje drejt për drejt me komunën nuk kemi. Ka thirrje publike pritet edhe si vjetë këtë thirrje publike është e paraparë në programin vjetor për zhvillim rural të këtë thirrje publike ku vetë komuna do të mund të aplikojnë për zhvillimin e infrastrukturës rurale. Ajo është e paraparë edhe nga IPARD-i për cilën masë ende presim akreditim. Edhe këto janë format të cilat jemi. Ja, ashtu. Zotri Mevlani, mund të na thuani se sa ndikon të themi edhe agjensioni në uljen e papunësisë në vendin tonë? A ka ndonjë rol të themi, a ka ndonjë ndikim sado i vogël që tjetaj? Po mendoj që po, se gjithë këto projektet varësisht është në një shtalla, apo është në një biznis, mini fabrik në të cilën mund aplikojnë dhe zhvillojnë biznese, apo është në një themi për përpunimin e produkteve bujqësore, gjitha këto faktikisht nuk do të mund të funksiononin pa të punësuar. Gjitha këto paraqiten faktikisht në biznes planin me të cilën aplikojnë. Ashtu që çdo biznes i suksesshëm mendoj që kërkon njerëzve, është patjetër dhe angazhon njerëz të asaj zone për punë dhe mendoj që kjo sadokudo e rrit nivelin e të angazhuarve me punë në ato zona rurale dhe mendoj që po, sado pak mund të kemi dhe një mendoj që kemi efekt në këtë. Zotri Mevlani, çfarë ndodh pasi fermerët marrin mbështetje dhe a monitorohen projekte që marrin ato për të parë nëse ato realizohen siç është parapar? Po, projekti faktikisht një projekt ka kontrollin e vet para se të nisë investimin, monitorohet, është nisër paraprakisht, se gjitha investimet duhet nisin pas lidhjes së kontratës me ne. Më pas para se ta fiton shumën e kofinansimit, po ashtu monitorohet, a është të mbaruar si pas asaj të cilës e u ka paraqitur në projekt, dhe po ashtu gjatë 5 viteve është i monitoruar disa herë deri në afatin e fundit të cilën e ka të lidhur me ne për të ruajtur atë investim gjallë. Ajo është 5 vjetë, do me thonë gjatë gjithë kësaj kohës kemi kontrolla të rregullta. Për atë lloj. A janë të mjaftueshëm të informuar qytetarët për fonde dhe programe që ekzistojnë në agjensionin tuaj, që ju përfaqësoni? Po, është diskutabile, gjithmonë mundet më shumë. Gjithmonë mundet më shumë, ne pranojmë thirrje të numërta të cilat nuk e din punën e agjencionit, nuk janë të informuar se si funksionon, se formën se si arrihet deri tek këto. Mirë po është procesi i cili edhe parës mendoj se ka procesi i cili zhvillohet. Mendoj se kemi qenë shumë më anonim gjatë periudhës, themi para 10 vjetë se sa tani, atë dëshmon edhe vetë shfrytëzimi i fondeve, ku më parë ka qenë përqindja shumë më e ulët dhe mendoj se shkon në përparim, por gjithmonë duhet zhvillim në këtë drejtim, gjithmonë duhet të jetë një proces i pandalueshëm për qasjen e informatave. Ka raste kur qytetarët të vinë në agjencion për të informuar më shumë lidhur me fondet apo për subvencionet që duan të aplikojnë? Ka, do me thonë vinë palët e ne, vinë shpesh i shumë, thuj se çdo ditë kemi palët të cilat vinë, kërkojnë takime, i arrin ato takime informative me të punësuarët e sektorëve të cilët janë saktësisht të interesuar. Interesi është i madh, mirë po gjithçka kërkon edhe nga aplikuesit, kërkon angazhimin e tyre, punën e tyre për të arritur këtë fonde. Nuk është diçka që arrihet brenda natës. Brenda natës, kuptohet. Zotri Mevlana, parashikoni ndonjë ndryshim të madh, të themi, në politikat e mbështetjes për vitin 2025-2026? Po politikat për zhvillimin rural, zakonisht bëhen një në vjetë, faktikisht vitin para prak për vitin që vjen. Ato bëhen me takim nga persona zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, agjencionit ton, qeverisë dhe gjitha ato mblidhen një në vit e përgatisin programën, ndryshime
ndryshime të mëdha, s'ka çdo vjet varet kushivet politika bujqësore në cilën drejtim më shumë fonde do t'i jepën, ndoshta ka ndryshim të fondeve. Normalisht si vjet duhet të përmendet se fondi mund ta përmendim fondi për subvencionimin e duhanit arriti shumën rekorde deri tani, ku presim pagesën e dikun 40 milion euro subvencionim të duhanit. Ashtu që çdo vjet është e ndryshueshme, ka ndryshime, po varet sipas asaj që kërkon tregu, sipas politikës bujqësore. E kështu me radhë. Atëre masat ju cekët, do më thonë, disa ndryshime. Do t'ishte ndryshime dhe digitalizimi i aplikimeve, apo më shumë fonde, si dhe masat të reja? Po, punojmë në atë drejtim për digitalizimin. Momentalisht gjithë aplikuesit për subvencione mund të tërkohës të kenë qasje në sistem, do më thonë me ato njuzerat e tyre mund të hynë në faqen e software-it ku mund të shohin statusin e tyre, si për subvencione është e pranuar, po mos ka ndonjë është e refuzuar. Ajo është një pjesë nga stafit të cilën e ka zhvillu gjatë këtij procesi edhe një zhvillim shumë i mirë për digitalizim. Më pas punojmë në drejtimin edhe aplikimeve të cilat mundohemi normal sa më shumë ta largojmë hard copy-n dhe të nisim me aplikimin online. Është sfiduese, është një proces shumë më i komplikuar se sa mund të doket, mirë, po punojmë në atë drejtim si. Dhe në fund, zotëri Mevlani, cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata fermerët që duan të aplikojnë në agencionin qoftë për bujqësor, blektor, femtari, kështu me radhë? Unë gjithmonë e them se drejtimi fillimisht duhet të punohet në drejtimin e arritjes së pronësive të gjitha pronave bujqësore të cilat i posedojnë dhe i punojnë bujqet. Sado që të jetë një proces i komplikuar me gjitha ato birokratit e veta, mendoj se njerë duhet nisin atë proces dhe t'i arrin pronat i kenë emër të tyre, se gjithë baza e aplikimeve që bëhen të ne lidhet me flet pronësien. Më pas duhet të jenë konzistent në ato që e dëshirojnë. Gjithçka është e arritshme, kemi shpesh ato zëra që i dëgjojmë se nuk ka shans të arrihet. Unë e them çdo herë të kundërtën, në rast që jeni konzistent dhe mendoni, jeni serioz për një ide, për investim nëpërmjet IPARD-it, pavarësisht se mund të zgjatë një periudhë kohore gjithë ky proces, mendoj se për çdo njërin është e arritshme. Dhe i inkurajoj që të investohet, të punohet në zhvillimin rural dhe maksimum të arrihet ajo që të angazhohemi të punojmë në këtë vend dhe sa më shumë të ulet edhe migrimi jashtë. Ju faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës, gjithashtu për gjitha këto informacione që i dhatë për shikuesit e televizionit ta. Faleminderit shumë për ftesën.